Udhëheqës të institucioneve të Kosovës i kanë cilësuar si spekulime shkrimet e ditëve të fundit në mediat vendase, cilat kanë paralajmëruar arrestime në kuadër të luftës kundër korrupsionit. Opozita ndërkaq bën thirrje për intensifikim të hetimeve rreth kësaj dukurie. Misioni i Bashkimit Evropian për Policinë e Drejtësinë pohon se është duke vazhduar hetimet, por në vizon se nuk dëshiron të komentojë ato dhe as hapat e mundshëm që mund të merren nga gjykatësit dhe prokurorët e këtij misioni. Megjithatë, mjetët vendase të informimit shkruajnë se gjatë kësaj jave pritin arrestimin në kuadër të luftës kundër korrupsionit dhe se për këtë, sipas të përditshmes koha ditore, tashmë kanë një marrëveshje ndërmjet forcave politike që të shmanget çdo dëmtim i qëndrueshmërisë në vend. Zëvendës kryeministri i Kosovës Edin Kuçi thotë se nuk ka informacione të tilla. Besoj që këto janë pjesë e këtyre diskutimeve, spekulime që po bëhen, është punë e rendit dhe ligjit të ndarë, puna politikës është e ndarë. Njëra tjetrën i kanë rrugë të ndara, nuk do ta afektojnë. Opozita ndërkaq kërkon veprime energjike nga Euleksi. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala thotë se ky mision nuk duhet të druajë nga rrjedhojat e përpjekjeve për vendosjen e sundimit të ligjit. Rrethanat ku duhet të veprojë ligji, nuk shikohet shumë se çfarë pasojash politike duhet të ketë parasysh se të gjithë ne po themi që askush s'është mbi ligjin, ligji duhet të veprojë varg apo kur duhet të adresohet tema e korrupsionit. Udhëheqësit politikë të vendit thonë se do të vijen vetë në krye të luftës kundër korrupsionit duke llogaritur në siç thotë rolin mbështetës dhe këshillues të Euleksit. Javën e kaluar vetë kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se janë 111 zyrtarë të institucioneve që po hetohen për ndërlidhje të mundshme me korrupsion dhe sipas tij askush nuk është mbi ligjin, por politika duhet të jetë e ndarë prej tij. Debatet dhe paralajmërimet për hetimin ndaj zyrtarëve të dyshuar për përfshirjen e veprimtarisë të paligjshme pasuan mbastisjet në Ministrinë e Transporteve dhe Telekomunikacionit një muaj më parë. Zyrtarët e Euleksit thanë se këto mbastisje ishin vetëm fillimi i operacioneve në kuadër të luftës kundër korrupsionit. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.